Sa të bukura këtë lulet, fantastike. Kjo është dhuratë nga e ftuara e radhës, unë Abida në fakt, edhe pse unë dua shumë të gjithë të ftuarit që vinë këtu, jam kënaqur maksimalisht me të gjithë. Por kjo ishte një surprizë shumë e bukur dhe ishte një surprizë që ka ardhur në mes të stuhisë, në mes të furtunës, në mes të shiut, në 4 orë rrugë, është ora 9 e darkës kur ne fillojmë të regjistrim, duke u munduar të jetë shumë korrekte, pavarësisht se koha bëri të vetën. Dhe kjo tuf me lule ishte një kënaqësi shumë e madhe. Megjithatë këtë tuf me lule e meriton ajo vetë, sepse për momentin është një nga artistet shqiptare, femra të muzikës më të quotuara në treg, dhe kur them quotuara, jo ndër më, por të paktën në Spotify ku tani është The Place, e ka kaluar YouTube-i, The Place to be për të gjithë artistët, për të tërë këngëtarët, ka shkuar në 3.2 milion abonenti quhen, followers, nuk e di, harrova tani se kemi bërë lëmë shto platforma, 3.2 milion është një shifër goxha e madhe, do thotë që ti ke kaluar Shqipërinë edhe Kosovën nga është edhe artistja dhe tashmë ke shkuar në botë. Pak a shumë një pjesë e madhe juaj, tani e dini për kë bëhet fjalë. Kjo këngëtare ka qarë tregun, por për mua ajo nuk është suksesi, për mua personalisht nuk është suksesi më i madh kjo është një sukses padyshim që shumë i dukshëm edhe ndoshta një plotësim ëndër edhe për të, por mua është sukses hyrja që herën e parë që në klipin e saj të parë, me kolumbianën. Dhe po e thash kolumbiana, e dini që këtu kam Tajnën. Tajna, unë do të përqafoj një herë për lulet. Ke meritu, edhe ngjyrat jo më nuk me Shumë faleminderit. që të përshtatën ty me ngjyrat e tua. Këto janë lule shqa kombinime. Ta m'jep ti kur të shoh. Faleminderit shumë. Kjo është një kombinim me shumë shije, siç edhe ti e ke ndërtuar karrierën tënde. Faleminderit shumë për fjalët e mira. Se shumë isha me të ndërprej njerë, po jom kondu buzu. Janë shumë pak fjalët e mira, dhe çfarë po mendoja tash po shija, isha futur në Spotify dhe po shija 3.2 milion. 3.2 milion është një shifër shumë e madhe. Për një artiste nga Prizreni, që e ka bërë këtë këngë në Prizren apo në Kosovë apo në makinë, diku nëpër territor, duke bërë edhe në koncertet shqiptare, në Gjilan, se kështu gjithmonë më ka ngelur si emër ky Gjilani nga edhe mikesha të tjera artiste, në Drenis, në Gjilan, në Prishtinë, dhe ke bërë atë këngën, dhe ke bërë në gjendjen tënde dhe ti e ke ndarë her pas here se si ishte dhe situata më vonë. Sigur e ke ndirë atë këngën, sigur e ke manifestuar atë këngën, ajo këngë kaloi kufit dhe 3.2 milion nuk është vetëm fakti që ti bëre këtë këngë, është që njerëzit kudo që janë u dashuruan me këtë dhe patën interes dhe dua të ndjekë dhe dëgjojnë më shumë për ty dhe është sukses i madh. 3.2 milion është shumë. Unë po shija madje Cardi B, njerëzit nuk do e kuptojnë të matematikën time tash, e ka 30 milion, po 30 milion është pak. Dhe ti e 3 milion, do me thënë si në Cardi B edhe pse ajo ka Amerikën nga mbrapa, po kjo është goxha sukses i madh. Është Vonina shumë e bekume dhe falenderuese për çam ka ndodhur, e kom manifestu. E kom ditë që një ditë prej ditësh ka me ndodhur. Mendoj që kjo është fillimi, hala, edhe shpresoj edhe besoj që numri ka mu rrit, po mundona mos mu fokusu në numra shumë, edhe mos me validu vetën si artist ose si person bas numrave, se tani kjo bëhet shumë e rrezikshme. Kështu që unë jam e lumtur që njerëz po ma dojnë muzikën, që kur ishe njerëz në përbot që ndoshta nuk din as shqip, të ngu muzikë shqip edhe të knu edhe njihesh pak edhe krenare edhe për nacionalitetin që e ki, jo veç për, nuk është veç personale, mo është sukses i Kosovës, sukses i Shqipnisë. Jom shumë krenare edhe kom me punu halo edhe kom me bo senet që konga si ja ju konë kongë e shpirtit, u konë kongë e lirisë. Edhe menoj që kreativiteti maj madh vjen në kohrat vështira edhe në kohra ku ti e tu mbjetu. Edhe u konë mesazh shumë i fort edhe për njerëz të tjerë që pavarësisht çdo sfide kur punon edhe kur beson edhe kur nuk dorëzohesh, kur jep gjithçka, prap se prap, pavarësisht situatës, prap do me thonë keme pas një shpërblim gjithçysh për atë. A ishte histori fituse, është histori kështu si histori filmash. Je në një moment që mund të shëme, mund të trondite gjërat. Unë gjithmonë besoj që nga tronditjet të mëdha dalin gjëra shumë të bukura. Mjafton të kesh pak durim. E vërtet. Ose do njerë çështje fati ndodhen çik më shpejt, po shumë njerëz aty tronditen edhe merren me tronditjen. Merren me atë momentin që ç'a ndodhi, pse ndodhi edhe e mbajnë shumë mendin aty. Ngecin. Aftësia dhe talenti janë pjesë e kësaj, por
më shumë se sa fati. Fati ishte pjesa që i kalon në kreativitet. Pra, kur e kalon në kreativitet, kur futesh aty, kur kalon edhe çdo gjë, çdo mendim që kalon në kreativitet, është një moment që shumë domethënës dhe duhet të domethënës për të gjithë. Sepse unë e shoh dhe ka shumë artistë të cilët është i botë e vështirë tani. Është i botë që është sa e vështirë sa e çuditshme. Që ti nuk e di se çfarë do ndodhi. E the sapo e the vet, nuk duhet merrem me numra, se ti nuk e di. Ti je në mbaj suksesit, bën një këngë, mund ta bësh këngë në banjo, mund ta bësh këngë me bizhame, e këndon kod aty në TikTok dhe papritur merr hof. Ose bën një këngë fantastike që ti mendon që është super këngë, bën një me ChatGPT siç ka ndodhur në TikTok këtë verë në Shqipëri, që ishte një këngë kod, muzika do ikim në verë në plazh, se çfarë ishte një këngë me ChatGPT, edhe bëhet ajo virale dhe thua, "Ore, un kam kaq vite që këndoj." Pra bota është e çuditshme. Por mënyra se ti zgjedh që të vazhdosh, të ecësh, edhe ajo shumë e rëndësishme dhe shumë domethënëse. Këtë e ke pasur gjithmonë këtë pjesën që ndodh diçka vetëm ec para, vetëm puno? E kam një shpirt luftarak, mendoj edhe e kom pas gjithmonë. Jam kon gjithmonë kom lyp përgjigje për jetën, kom lyp përgjigje për veten, kom lyp përgjigje për njerëzit, jam munu me kuptu, jam kon studente, nxënëse e jetës, nxënëse e njerëzve, nxënëse e muzikës, nxënëse në çka do që mu m'jep diçka, që m'jep inspirim, m'jep kreativitet, edhe mundona që këngët që i bëj, krijimin tem, me dhonë shumë, me pas njetë që me dhonë intention të mirë. Do me thonë, unë kur manifestoj, gjithmonë lypi këngë që kanë mi shëru njerëz, kanë mi bo njerëz me një diçka, ose kanë mi jop njerëzve vetë besim, ose kanë mi arktu, ose kanë mi bo me vallëzu, ose gjithmonë kur krijoj, kam qef përveç që e shëroj veten, du mi shëru edhe tjertë me atë muzikë që e bëj. Edhe muzika që e krijoj që m'jep entuziazëm, e di që qatë ndjen, kam ja jop edhe njerëzve tjerë. Kështu që çdo sen është me energji, çdo sen është me njetë, që thash, edhe çdo sen është me inspirim. Edhe munona eksperiencën tem jetësore me alkemu në melodi, në tekst, edhe me kon diçka që dikush nështa nuk e kupton as të vetja, po kur e nin qatë melodi, hiç s'ka nevojë tekstin me kuptu, me ndje ato që unë për ndjej. Kështu që melodia për mu kon gjithmonë shumë e rëndësishme, edhe si aje ka një melodi që ta jep një energji, një forcë. Edhe shumë faktorë janë kon këto që janë kombinu për me pru suksesin e siajet, po mas shumëti u kon Zoti. Edhe menoj që karma e mirë, kur punon, kur je ambicioz, kur nuk i ke bo kërkujt kur gjo, kur do me thonë janë shumë faktorë që të qojnë drejt suksesit. Edhe unë jam çdo ditë falenderuese Zotit, çdo ditë, çdo minutë, sa herë të më kujtohet mbrëna ditës, thom faleminderit për çdo sene dhe për senet më të vogla. Edhe menoj që keq çdo sene që munona mi bo edhe mi zhvillu të vetja e kanë pru qëtë sukses. Edhe njerëz të tjerë mujnë me bo, është shumë e letë më koni mirë. është shumë e letë është e letë edhe vështirë me besu në vetën, po nëse veç vendos, pavarësisht çdo gjëje, veç vendos me besu, unë du me besu, se s'ki kur gjë për me hu, pse mos me besu. Edhe vetë besime jëtë që tu e rajt vetën, fake it till you make it, nështë në fillim e kitë vështirë për shkak të programimeve të ndryshme, traumave ose mjedisit, njerëzve që të rrethojnë, ka shumë faktor tjerë që mujnë me të drejnë ose me të mbyt, po kur vendos për veten tone, veç ti mundesh me vendos. Kërkush nuk mundet me ndihmu, kërkush nuk mundet me të pështu nëse ti nuk vendos. Kur vendos për veten tone dhe vendos çka meriton, atëherë si qënë Zoti edhe njerëz të tjerë që e shohin qatë dritën që e ki ti, edhe munohen me të ngrit, ose nështë nuk i takon ata njerëz, nështë veç vetje edhe duesh vetë me gjetë qatë dritë, po pavarësisht nuk je vetë pse ki Zotin. Kurioz jam, sepse ti ke bërë rap, ndërkohë edhe këndon. Po që u futem tek ajo pjesa e hip-hopit më shumë në fillim.
E pe ti vetë këtë gjë tek vetja jote apo e zbuloi dikush tjetër që shiko, le të kalojmë te kjo ana, ti e ke veçantën e ke këtu ose këtu do godasësh. Si e pe ti veten? Sa vjeç hyre ti me kolumbianët, sa vjeç ishe? 21. 21 që un kam të tërë këtu janë gati 21 vjeçar edhe sado që ato mendojnë që janë të pjekur, prapë mua më duken vegjël, domethënë duke ju krahasuar me vitet e mia, por duke ditur që sa pas siguri kanë, sa pak dinë ose mendojnë që dinë. Unë gjithmonë kam pas shumë diversitet. Unë për me njëna për hip-hop, kam nis me hip-hop, po unë gjithmonë ton jetën kam ngu edhe kam kriju këngë që janë këngë zhanret ndryshme. Nuk e kam pas kur një zhanër caktum që kam thonë që kjo jam unë. Unë kam disa zhanër, nështë nuk jam me mirë në krejt zhanëret. Po i kam disa zhanëret që jam shumë e mirë në to. Edhe nështë i kam edhe do zhanëret që hala nuk e kam zbulu që jam e mirë në to. Do me thonë, unë zakonisht kryoj si pas inspirimit momentit, si pas asoj që e ngaj ma shumë në qatë kohë, edhe muj më pështat në shumë lloj zhanreve. Edhe që kjo ka njëherë është edhe bekim, edhe mallkim, se nuk e din se dush me pas një konsistencë nështë si artist ka njëherë, që mu dallu për një zhanër. Po nuk e kom pas plan unë me kriju ama piano, ose me bo muzik house, ose nuk e kom as njëherë një plan çfarë muzike kom e bo në të ardhmen. Mu veç e njek i rrjedhën tem kreativitetit, e lo vetën shumë të lirë me kriju, edhe që shtash edhe ma herët që ajo që më inspiron, që më jep entuziazëm, e di që është autentike. Edhe që ato e qes, edhe vendosi me mendo me njerëzit, edhe jo më jep shumë entuziazëm. Kom bo edhe kong komerciale, normal, po prapë se prapë më kanë pëlqy. Nuk është që kom bo kong që nuk më pëlqejnë. Jo, kanë goditur që fillim. Që nga kolumbiana ke goditur dhe unë ta thash dhe pak më parë, mua më ka bërë përshtypje sepse kolumbiana ishte këngë që direkt re në sy, madje dhe goca ime, e cila nuk është shumë e updateuar me muzikën shqiptare, tha, do kesh tajnën, tha, kolumbiana. Thoshte muaj që ajo kur ka dalë kolumbiana ishte vogël fare. Por mua më ke bërë përshtypje shumë tek shqipet e dyta, sepse të kam parë dhe kam thënë, çfarë lloj sigurie ka kjo vajzë në kamera, çfarë lloj interpretimi, do të thënë, po ta them në pak më banal, çfarë lloj kafshë është kjo që ka hyrë në treg, dhe që ti kishe sigurinë e një njeriu që kishte 20 vjet që e bënte këtë gjë dhe e bënte në skena ndërkombëtare. Pra, mënyra se si ti kur do ishe seksi deri në fund, sikur e shijoje atë, ti ishe e fortë. Nga të erdhi kjo, se doja ta di edhe një çik më kështu më konkrete. A shije shumë, a imitoje para pasqyrës, a ç'a ndodhi, se ti thua ke kënduar, por nuk e pasur këtë eksperiencë. Unë çdo event të shkollës që ka pas ndaj ditë të shkollës, ndaj pi klasës parë, pi parashkollore, edhe në qerdhe, ko marrë pjesë në emision festiv, edhe gjithmonë gjithë e kom kallëzu qitë histori, po kur u nalë rryma në Kosovë këtë nëherë, mu këtë familja më kanë qitë mes, për me përformu, kom recitu, kom knu. Në shtëpi, kur s'kishe drita për ato që se kuptojnë, s'kishe drita, po. Edhe gjithmonë e kom pas një vetë besim, bile i kom thonë shoqeve të mija, kër më kone vogël, i kom pas një 7-8 vjetë, ju thojsha unë kom më bo, në këtë botën kanë me mangu muzikën. Këtu në Kosovë e kom shumë letë. Ja thoj vërtet atyre. Po, ju kom kallëzu që në Kosovë e kom shumë letë tash, po mu këtë botën kanë me mangu muzikën. Edhe juve ju marrë. Kom e shëtit këtë botën, kom e bo koncerte në këtë botë, ju marrë edhe juve nëse e meritani. Edhe dyqysh e kom pas që atë vetë besim pi, nuk e di prej ku, e kom pas natyrshëm, sidomos në skenë kur dalë, edhe nëse ka momente që nuk nina mirë, kur dalë në skenë unë i harroj krejtsenet. Të falë ti ke qenë ato gocat e vogla që ishin kështu gjithkohës? Me poza, kom bo fotoshooting, kom bo çdo sen. E kom organizu dhe me thonë një program në shkollë me klasën tem, aty unë kom prezentusja, balerina, këngëtarja, ajo që reciton, bile edhe një sketch të vogël e pa ta përgatit. Do me thonë kreti bëjsha. Po shiko, po dato kam parë çka të ty. E kom bo edhe regjin e programit. Ishte të gjithë organizatorë. Edhe thojsha vetën desha të prezentu. Po ju rinë ke bërë? Dorontina Shalën për të kënduar, unë ndërkohë pra mua. Është e natyrshme me të lind me kompoz gjithë këtë vetbesimin. Edhe ka një herë edhe kur s'kam vetbesim ndoshta naj ditë në jetën e përditshme, nëse unë dalë skenë, ti nuk e vren kurrë, se qashtu më vjen një farë energjia është si meditim për mu me dalë në skenë, nuk menoj më kur gjë, jam qaj personi në skenë,
edhe jam të e shiu shumë. Më kujto pak herën e parë që ke dalë në skenën, jo në skenën që organizoje vetë, edhe ishte edhe vetë juria, rrezik, që jepje vota. Më lejoni të kaloj nga prezantuesja në juri. Impakti i parë me njerëz. Me njerëz të cilët kam parë dorën, ti në kam parë edhe 30 të tjerë. Në Prizren e kom pas, koncertin e parë, pa pare u kon. Edhe dyqysh kur dola aty, në skenën e si shamsu, edhe para me e keni reper, a i bërtit ke shumë. Edhe thash në shta që shtu po do ka me bërtit ku dalë. Se në shta së njët mirë mikrofoni, se unë as nuk isha sound check, as kur gjohë hera por që po dalë. Edhe ke shpia, me dojla, thash hajt po shkoj. U po një festival, si festivale që ma në Prizren. Edhe dola, e veç kolumbianën e kisha. A më pritën ti për mirë, bërtit sha, shumë bërtit sha. Tani kur i posh videot, prap entuziazmi, isha fenomen, adin, dyqysh mi pranojshin edhe dosenet që nëse kisha bo qitashëm kishin kryshzu. Prap kisha vetë besim, edhe që ashtu të bërtit mu doke që te për mirë, adin veç vazhdo që shtu shumë nice. Edhe kur e kryta mas ne e posh që adin duhet pak me bërtit, koncerti dytë u kon në Tiranë, tani aty ja nisa me amor dorën ma mirë, zbërtit qa shumë. A pet bërtas pak ka njëherë, nuk jam shumë e qetë, amo e kam pjesë të brendit, qysh, për fillimit i kom pas ato pas thirmat, kur kom dollë që ma të egra, kështu që janë mësu me mu njerëzit. Po Tirana si ishte era parë, sepse ka shumë artistë edhe të Shqipërisë që thonë jam më i lumtur, jam më i qetë në Kosovë, jam më mirë. Jo, unë shumë mirë Nina në Tiranë, tepër, gjithmonë më kanë prit tepër mirë, shumë mirë, kom kalu çdo koncert që më konë nuk kanë ndodhur një herë. Nuk kanë qenë kështu se janë dhe kështu këtu. Shohim. Jo, për që se di me mu gjithmonë kanë kalu mirë edhe nështë kom edhe pak muzikën që gjithqysh të shten me këcy, edhe nuk më ishin. Kur e ndjeve ti që the, okay, po bëj diçka që po ndodh diçka me mua, nuk jam thjesht ai goca vogël që i ra mundësia dhe jetë si një këngë. Kur ke ndjerë ti? Ka qenë në një moment ose po? Në fillim, nuk e kom vrejt, veç kom shku me rjedhen, dyqysh qatë shumë ndodhëshin shpejt senet, se unë kolumbianën kërë kom qitë, kon me një herë ka pas bo buj. Po, direkt, me natën e parë, unë jom kon Tiranë kërë kom lancu, edhe kom pas dalë në blok, e nisha kongën tem në për makina, rrugës. Edhe u kon të vërndjenje mirë, veç që dyqysh nështë qatë shumë kom pas besim që ka me ndodhë, sa që nuk mu ka do ke vështirë ose diçka shokuse që ka është ndodhë. Adin kom thonë, okej, qëtash adin peshojnë edhe këta që qa kom po unë dhe i tash. Edhe mas ne pi aty e gjithmonë ka thonë, edhe një kongë, hajtë se adin fati, edhe një kongë u bënën 7-8 vjetë. Kolumbiana si thash mund të ishte një one hit wonder. Pra ishte nga për përshtypje ty dhe që më përshtypje dhe vazhdon domethënë që shpjegohet edhe me shihen fantastike të luleve, edhe me të veshurën tënde, edhe me mënyrën se si kuron klipet deri në maksimum, është shija jote muzikore. Pra se si ti ke arritur mbas Kolumbianës që u bë hit më një herë, por mund të ndodhin. Ka ndodhur në tërë botën që bëhet një gjë hit direkt u kap ajo muzika, teksti. Pastaj fakti që erdhi tjetra, ishte hit, bas hiti, unë mbaj mend ishte Qeqe, kënga, që e dëgjoja pa fund isha Qeqe, jo Qeqe. E dëgjoja pa fund në mes të detit, isha në skap dhe vetëm dëgjoja, tha, edhe kjo është e bukur, domethënë ti arritet bëhesh, po krijoj një album shumë të bukur me një herë. Tani pyetja ime, sepse unë njoh histori njerëzish që ka këngëtar për shembull të cilët e kanë veshin që zgjedhin direkt thonë kjo është hit. Ka këngëtar të cilët u thot menaxheri ose ai producenti që shiko kjo është hit, trust me. Ka të artistë të tjerë që në mes të shumë këngëve zgjedhin atë që nuk e bëjnë kurrë të fapshme. Tani ti sa input kishe, sa kishe ndikim ti tek përzgjedhja muzikore? Unë këngë t'i bëj vetë, edhe tekstet, edhe të gjitha këngët i ke bërë vetë? Po, krejt i bëj vetë. Roll në herë ka mujt dikush pak një melodi në refren, ose diçka, nështë 3-4 herë, po krejt këngët... Dhe ti ke bërë dhe këngët dhe tekstet vetë? Po. Shumë Taylor Swift e Jo bitin. Jo bitin. Edhe klipin, edhe gjdo sen, e kom pas qatë talent që edhe qatë vesh,
nështë ajo më ka beku zoti me qatë vesh që me ditë cila është më e mirë, nështë kjo u konë edhe për shkak se që kom gu lloj shmërit zhanreve të urrit, edhe qatë shumë kom gu muzikë, ton ditën kom gu muzikë, edhe kur kom flajt kom gu muzikë. Kom qitë në dëgjuset në vesh edhe kom flajt në gjomë, nuk kom ujtë me flajt pa muzikë. Ton kohën e kom pas si me nështë me imaginu, jom konë shumë daydreamer si e vogël, edhe jom mësu me diferencu një kongë që vlen, një kongë që s'vlen, edhe di në energji, e di me intuit. Fillim nuk kom pas as një strategji, as nuk kom thonë që kjo është brendi, edhe që kjo është muzika që kom e bo, edhe unë kom e vazhdu qështu. Unë e kom bo kolumbianën, Shqipën nuk e kom pas. E kom qitë kolumbianën, tash kom thonë, ku qa me bo tash, cilën kongë me qitë. Edhe tu eksperimentu në për studio me bitat ndryshëm. Si anis bite që më pelqen shumë e din sekundën e parë që kom e bo diqka ose jo. Me njëherë e di, se m'inspiron, nëse m'inspiron edhe m'jep diqka, idejat e mia kreative rrjedhin vetë. Edhe nuk kom pas strategji as njëherë. Unë kom ndjek rrjedhën e jetës, me kalimin e kohës, presioni edhe fama edhe suksesi, ta jep një farë ngushtimi pak me menu ma shumë edhe mi hi fellit pak ma shumë, me stërmendu situata edhe thu, nështë qëtash është koha me ndru, nështë se është një standard që krijohet. Fillim je ma i lirë pak me bo qka don. Edhe të gabosh. Edhe me gabu, edhe më konë pak amaterski, pak qip. Nuk ka lidhje. Me kalimin e kohës ti duesh me evolus. Si artist, si person, edhe duesh me ndru qatë sen. Unë diversiteti jam ka një mu shumë për mi ndru, edhe me ndjek, më konë me kohën. U konë in alignment, gjithë shka me fatin tem, me shijet e publikut, me shijen tem. Ke pas momenti që ke pasur shumë ndikim, ose ke lejuar njerëz të futen më shumë se ç'duhet në shijet e tua? Po, edhe qaj është momenti menoj që i kom bo kongë që nuk janë konë ma të mirat, po është një problem tjetër të artisa se është shumë vështirë me gjetë edhe producenta që të përshtatën, që ki kimi me ta, nështë edhe një stil tri që duesh me bo, se menoj që artisti duhet me rebrandu vetën ma shpesh. Jo ma shpesh çdo një vjet, po bilet paktën çdo 3-4 vjet me konë new era, një verzion i ri, me evolu edhe me shape shift. Se qajo të bën ty artist, se ti edhe si person duesh me evolu. Edhe automatikisht, paralelisht, edhe kreativiteti evoluon me ty. Kështu që kjo më ka ndodhë mu, edhe si person jom munu të në kohën me u marrë me zhvillimin personal, me u marrë me energjin, me konë harmonisht, trupi, mendja, energjia, edhe që kjo më ka një mu shumë me qelë nështë edhe new neuro pathways të truni jem, jom munu me mësu gjuhë të reja, jom munu me mësu pak bile vetë na instrument, me provu sene të reja, me eksperimentu, të në konë mënona me ushqy kreativitetin kjo më faqë është e rëndësishme, sepse të pjesa e energjisë, një nga arsyet pse unë desha të flisja me ty është edhe pjesa spirituale jotja, që duhet flas pak më vonë. Por ajo çfarë po dëgjoj unë tek ty, ajo çfarë po thua ti duke filluar me faktin që ti dëgjoje shumë muzikë të ndryshme, më thuaj për shembull ca këngëtar që është asaj premendja që ke dëgjuar. Avril Lavigne nuk konë kështu gjatë që e kom dasht, edhe bile i kom pas edhe flokët si ajo me ato fjet me këta? Me fjet, kom pas të kuqe, son flokët e kafta, mami së mblik kemi bot barda, si ajo. Po me që ato muzikë që kom pas, i kom bo këtu këto fjet e kuqe, me pata bleni skateboard, i Zvicrës, ma pa të nëpru, edhe mësova pak, se në Kosovë nuk ishen rrugët për skateboard. Po, normal, për skateboard amam duhet... O me gropa, skateboard, kështu të kësi për pjetë, edhe... Beq ato pak mundësi e mësova, u bona unë skater girl, dhe me thonë ju më influencu shumë, mas ne e këm pas një periudhë që nga isha shumë Evanescence, po isha sytë zekto, ato dorzat e zeza, punk rock, rockere. Edhe zërja saj që patire. Mas ne ja kom njësë me ngu muzik Afrobeats. Ata të herë së konë me Afrobeats, së konë dance hall. Edhe mas ne janisa me ato flokët me gërsheta. Do me thonë gjithmonë jom influencu e jom inspiru. Se kur ti e i vogël,
gjithmonë e emiton dikon. Edhe qashtu ja nisin krejt, tu emitu dikon, mas ne e gjen me kalimin e kohës e gjen your essence, edhe stilin tonë, edhe vetën tonë. Më bën habi sepse ti jete të 20-at akoma. 28. Nuk i ke mbyllur të 20-at. Ndërkohë që unë jam pak më e madhe, thot Samantha te Sex and the City, jam pak më e madhe se ty, shumë pak më e madhe. Dhe Avril Lavigne, apo në një vend i ke përmendur Shaden. Shadeja për shembull ishte në kohën time. Domethënë këta këngëtarë që ishin në një periudhë tjetër. Dhe Avril Lavigne nuk është tamam këngëtare e adoleshencës tënde. Që është pak më herët. Domethënë më bën përshtypje që ke gjetur edhe te Shadia apo te Avril Lavigne apo. Se di pse gjithë kom kërku sene që janë të vjetra. I kom lyp, se di pse më kanë duk ma që kanë pas ma shumë emocion, më kanë donë ma shumë, nështë jam shpirti vjetër, nuk e di. Nështë also, po. Edhe gjithmonë kom studiu muzikën, edhe kom këshyr prej fillimit, kush o kone, kush po knone, kush ka knue, kush ka me knu, gjithmonë e kom dit, edhe për shembull edhe këta që bëjshin covers në YouTube, këngëtarë të ri, dyqysh e desha kush ka brom për më bo, për shembull Justin Bieber. Justin Bieber, kur i ka pas 10 vjetë 11, unë e përcjellësha shumë në YouTube, të bo covers. Edhe njerëz 3 i përcjellësha, gjithë shka që ka bëj me muzikë dokumentare, muzikë, kongë ndryshme, zhanë ndryshme. Unë mënoj isha me nejtë në update, të nditën unë me qëto sene jo marë, me estetika, edhe qëto menoj që tu praktiku me kalimin e kohës, ma kanë kriju qitë shije dhe qitë botë edhe... Ka është kultivimi, se unë e fillova dhe pastaj, para se të ndaleshim tek Avril Lavigne e të tjerë, është pjesa e kultivimit edhe që është shumë rëndësishme që të kultivosh të gjithë kohës ti është gati. Unë kam vërejnë diçka që ndodhë paktën në mbas të 35 edhe 40-ave. është i shpreh që kam thënë dhe herë tjetër, është Hans Zimmer, pra është kompozitor i famshëm, i cili thotë në të 20-ta talentin ta jep Zoti. Në të 40-ta talenti është i yti. Sepse ka shumë njerëz të 20-tat që mund të kenë një zë të jashtëzakonshëm, mund të kenë një moment të jashtëzakonshëm në sken, mund të jetë, po pastaj they struggle, qoftë edhe nga ana e spirituale, nuk e besojnë ose nuk arrin të rishpikin veten që është kaq e rëndësishme që e theti, nuk arrin të rishpikin, dhe kjo është fal edhe mos kultivimit, se marrin si të mirëqen talentin e tyre. Kështu që më pëlqen që ti je gjithkohës që thua dua të mësoj edhe gjuhë të reja. Çfarë gjuhësh do të mësosh për shembull? Po për shembull vitin e kalum, kur kam pauzu, ja kam nisur të mësoj portugalishtën. Portugalisht pse? Po veç për qef, se e di spanjishtën e di pak për telenovelave, edhe mu do ke pak e letë portugalisht, thosha e mësoj edhe portugalishtën me qëtë rrugë. Edhe dojsha me, kretë këto sene i bëj për me zhvillu kreativitetin tem, se mendoj që kur e mëson një gjuhë të re, kur e mëson kur bën diçka për herë të parë, i qel do sinjale tjera në tru. Edhe që ato automatikisht të aktivizojnë anën e djathtë edhe të majtë të trunit, që është kreativiteti edhe me vepru me matematika, logjika. Edhe ti mund është me kriju sene që nuk i ki dit ma herët, mund është me zbulu sene për vetën që nuk i ki dit ma herët, për shpirtin tonë, për zonin tonë. Për shembull edhe vocal coaching, unë ma herët më kun rap artiste, nuk kom knu qaq, po që një vjet shkoj vocal coaching me Adelinën. Adelinën e përshëndes, Adelina Thaqin, dhe po du me zbulu çka muj me bo me zonin tem. Po du me zbulu hala sene të reja dhe aftësit të reja, dhe ku muj me shku. Më kujton tani të kjo pjesa e të qenit në vibe, të qenit in, të qenit të edukohesh, të kërkosh, të hapësh, si thuash, porta të reja. Për momentin, po bën një ndryshim shumë i madh në botën e muzikës. Dhe këtë po e bën Rosalia, sa po e bëri. Unë kisha para 2 episode që kisha Elhajdën këtu, dhe sa po kishte dalë kënga saj, ose kisha marrë veten akoma, kur doli sa kishte dalë klipi, e pash dhe të nesërmen, disa orë më vonë intervistova Elhajdën dhe nuk e kisha marrë veten, thash, se unë dashuroj ku shoh një gjë që nuk e prisja, se ka shumë gjëra që priten, janë shumë të pritshme. Dhe ishte fantastike, dhe fakti që e ka bërë se po e dëgjoja, kam gjithë të ditë që e dëgjoj albumin e saj, fakti që i ka dhënë një respekt shumë madh muzikës klasike, muzikës instrumentale, dhe fakti që i ka dhënë që ka vendosur të bëj çfarë do ajo të bëj. Asnjëherë artisti komercial ose i famshëm nuk është pozita për të bërë, ai është guxim, ai quhet që un jam kjo, domethënë ky është formimi im, unë këtë dua të bëj. Edhe pse ajo hyri prap, ka hyrë më interesante se të tjerë të treg me flamengon. Dhe më pëlqeu jashtëzakonisht edhe pjesa e gjuhëve,
që si eksplorojnë në gjuhë të ndryshme. Kështu që edhe ti mund t'jesh atë vibe. Po, nuk e dini e gjej nëse- shumë po, veten e gjej. në këto atribute, se edhe unë kom qef shumë e eksperimentu, edhe Rosalia ka punu shumë edhe me zonin, edhe me vocal coaches, edhe se i studioj shumë artistat që i du. Edhe e kom studiu edhe Rosalian, edhe rrugtimin e saj, edhe qysh kam rri, do me thonë njeri prej një që s'ka mujt me kontrollu zonin shumë mirë, nështë e ka pas zonin gjithmonë se me zo lind, këngëtar, do me thonë me talent lind, po qatë shumë e ka zhvillu edhe ka eksperimentu sa që tash po kënon edhe operë. Unë si artiste edhe këtë artistat e tjerë mendoj që duhet me eksperimentu edhe që tash është koha ma e mirë me bo këtë sen, se nuk po funksionojnë mo as në jetë, as në muzik, as në biznes, as në kurgjo, ligjet ose ligjet që kanë funksionu para pandemis, që shme thonë. Tash, dyqysh është një energji tjetër, një energji e re, për që ato pak nështë edhe do artista që jenë munu me njek hiten, me njek trendin, kanë ngecje, s'po din që ka me knu, s'po din që ka me bo, se e hub vetën të e njek trendin. E kur te eksperimenton, e bën me pasion, e bën me dashuri, që bën edhe Rosalia, ajo po don edhe me vetën me zbulu diçka tre. Po don me pas dhe ku e ka jo limitin, po çka mundet me kriju, diçka tjetër.